por është momenti i rezervuar për një sportist nga Kosova në një sport shumë specifik që po bën histori dal nga dal. Do të jemi në lidhje me Azer Bislimaj në Gjermani jeton edhe merret me sportin e golfit. Faleminderit shumë që sonte me neve dhe dëgjuesit e Radio Dugazhinit. Mirëmbrëma Naim. Azer, nuk më i pa ta bo pyetjen, ka ideja me u inkuadru në sportin e golfit? Ideja ka orë kështu, unë jetoj këtu afër një fushës golfit që 30 vjet dhe sipas mosafirëve, mi që kanë ardhur në restorant, më kanë treguar që lojnë golf dhe se mas tyne kam filluar edhe unë pak shumë me ndjek ato dhe me fillu golfin. Çka të ka bo çka të ka tërhek te golfi? Po ka shumë sene ku që më kanë tërhek është natura, do të jem në fush, është qetësimi jashtë, po edhe si të thamë më ka pëlqyer prej fillimit, se më shkurt edhe pak ku jem koni vogël kam qenë edhe pak me kena pas në vend, se unë jam prej Prizrenit dhe se dia ju e dini kanë luajtur përpara gojon me lopë, dhe kena qenë fëmijë goxha. Po. Se dia a keni pa atë lojën, po i përshtat pak edhe prej atë kam filluar dhe më ka pëlqyer dhe kam filluar më të tjerë. Fantastike. Keni bërë histori realisht në Qershor si vjet, lojtari i parë shqiptar që merr pjesë në European Senior Championship. Po, kam qenë i pari shqiptar që kam luajtur për kampion të Evropës dhe o kanë kënaqësi e madhe për mua me marrë si i pari dhe loja sidomos nuk ka funksionuar si kam desht, po për mua kanë diçka emocionuese ku unë i pasi shqiptari i pari ose kosovari i pari që ka marrë pjesë këtë kampion dhe për mua ka qenë loja nuk ka qenë vend dytë, po vendi i parë kanë vetëm me prezentu Kosova si shtet dhe me tregu botës se s'ka pas vetëm të lojtarë të Evropës, po ka pas edhe të Amerikan, Kanadez, Japan që ka luajtur në atë kampionat dhe me tregu që edhe ne shqiptarët kemi lojtarë që mundën të marrë pjesë më madh me ta. A janë interesu garus të shteteve tjera me të pyet ku është Kosova ose a kanë shfaq interesim me ditë prej nga vjen? Po. Kanë pyet, kam treguar se prej ku jetoj, çka bëj, kur ja kam nis me luajtur me golf, pyetje tjera, po më shumë diçka ka imponu kanë qenë turqit, na kanë prit me një farë pyetje shumë të mirë. Dhe këtu prej këtu i falenderoj shumë edhe ish ministrin e punëve të jashtme na ka prit me shumë dishat o kanë interesant. Davut Çavuşoglu, nëse s'gaboj, edhe ai luan golf. Po, ai për ata folion. Okej, super. Por vitin keni fillu me vendin e dytë në Balkan Open 2025 në janar, që është zhvillu pikërisht në Belek të Turqisë. Ashtu ka qenë, i ka pas edhe konkurenca e fortë, kanë pas një turk aty, Durmush, i cili ka fituar vendin e parë dhe është vjetu kampion i Turqisë, ai ka fituar në kompeticionin e dytë. Ku ka qenë diferenca mes teje edhe ti që ai ka dalë në fund i pari? Kanë qenë tri gjujtje. Ai ka pas më pak se unë. Në 3 gjujtje më pak ka arrit të coku. Po ka qenë të coku që fitoi kampionin e Balkan Open, po ndoshta si vet do të ketë revansh, do të ta mundin. Vitin tjetër. Po, tamam 2026-ën. Po. A dihet sa ka qenë distanca prej fillimit deri tek pika e fundit? Sa është? Në golf nuk ka distancë, është varet prej shumë gjanave, do thotë një gjujtje në ujë ose dikun ajo është mjafton për mos me mujt me fituar. Po do thotë si vet në motin tjetër do të më mirë dhe do të vim kupën në Kosovë.
Tani i kit planifikume disa përgatitje që planifikon me i zhvillu në Majorka, me sa e kuptova. Jo, te kam servitje ku besoj që dhe ndoshta më se takoj edhe vetat Muriqin në Majorkë jam për një javë ditë, bëj ushtrime, do të thotë prej çtunës që vjen deri çtunën tjetër. Mandej kthena për në Gjermani dhe luajm rondë tjetër për Balkan Open, ku e kem prej 18 janar deri në 26 janar dhe ku mundohem me arrit që me më koni pari. A kena arrit ende me vendos kontakte me Muriqin apo jeni në kërkim kontakteve për me taku? Jem kërkim kontakte, më besoj që deri në javën tjetër ose në fund javës të marrim kontakte ta bëjmë të ham një drek ose të pim një kafe të bistër. Do të ishte interesant pasi nuk e kom pa në herë Muriqin tu përfshi në golf, nuk e dia lun Muriqi golf. Nuk e di edhe. Do të kish interesu. Ose do të vesim ose do ta bëjmë për herë të parë që më lutet edhe Muriqi edhe golf. Me të inkuadru Muriqin edhe në golf, pse jo? Pse jo. Edhe ashtu është sport shumë i popularizuar mesin e fytyrave shumë të njoftën në botë. Po që ashtu është, të thotë lojtarët futbollit masi dalin pension shumica prej tyre, do të 80% fillojnë me luajtje me golf. Pra, tash mbetet pas këtyre ushtrimeve në Majorka, mbeten përgatitjet për Balkan Open 2026. Me sa kohë? Po, do të thotë 26, mandej kemi edhe për mua shumë ma interesant ku do të luajmë era dytë për kampionat të Evropës në si vjet të thotë prej 10 deri në 13 qershor në Çipro. Okej. Do të një shtet që Saadiu nuk na ka pranuar. Jo. Do ta çojmë flamurin e Kosovës atje dhe do të tregojmë edhe tyre që na jemi këtu. Megjithatë, Kosovës i mungon një fushë e tillë e golfit. Sa mendon që i nevojitet Kosovës një fushë e golfit për me u vendos në hartë sa i përket shteteve evropiane? Po, i nevojitet shumë i nevojitet, po tash ne jemi në fazë ku golfi është, si edhe ju e dini, dëgjohet si është një golf që kanë pare që po ne kemi edhe kohën e fundit janë të ardhur shumë turista, do të thotë jo vetëm që është për me luajt na golf ose populli shqiptar, po edhe për turistat që mundet me ardhur në Kosovë, do të thotë se është një parcelë e Evropës ku sa diunë vetë Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria nuk kanë fushat golfit. Ishte kanë shumë mirë me mu realizu ky projekt. Unë të falenderoj shumë për kohën që e ke ndarë sonte për neve dhe dëgjuesit e Radio Dukagjinit. Uroj që shkojnë në përgatitjet sa më mirë edhe njëkohësisht urojmë shumë sukses në Balkan Open. Faleminderit shumë, Naim. Faleminderit për ftesën. Ju uroj natën e mirë dhe mirë dëgjofshim. Faleminderit shumë, Azer. Suksese. Kalash. Suksese.